Mos u mërzit. Mik i dashur, dje u mërzite, por kjo nuk të solli kurgjë, nuk përmirësoi asgjë në jetën tënde. Dje po ashtu u pikllove dhe i ra nën këmbë pikëllimit, mirë po më mirë në jetën tënde s'u bë asgjë. Të sëmua djali dhe u mërzita aq shumë, shëndeti nuk ju kthye. Të vdiq babai, piskllova aq shumë, mirë po gjenazja nuk u kthye. Pra, e humbe pasurinë dhe doje të bësh vetvrasje, pasuria nuk kthehet. Mos u mërzit. Nëse je i varfër, dije që ka njerëz të cilët janë të mbytur në borxhe. E nëse nuk ke një mjet udhëtimi, dije që ka njerëz që s'kan as këmbë për të ecur. E nëse ju ankohesh dhimbjeve, dije që ka njerëz me vite rinë në shtrat. Dhe nëse ke humbur një fëmijë, dije që pejgamberi i Zotit i humbi 6 përpara se të vdiste vetë. Mos u mërzit. Nëse ke mëkatuar, kërko falje. Nëse ke gabuar, korrigjo. Nëse ke rëshqitur, rregulloje çështjen. Për shkak se mëshira e Zotit është ende prezente, vetëm duaja jote mungon. Mos u mërzit. Gjërat të cilat janë të caktuara do të ndodhin. E kur caktimi u bë, vepra ndodh, mshelen defterat edhe ngritën lapsët dhe nuk ka korrigjim. Prandaj prano atë sikur është dhe mos u mërzit. Mërzia dhe pikëllimi yt nuk ndryshojnë asgjë nga jeta yte, as nuk e përshpejtojnë mirëqenien tënde, por vetëm të e zhdukin kënaqësinë e jetës tënde. Mos u mërzit, se me të vërtetë qetësia dhe rehatia është baza edhe kulmi i jetës tënde. Mos i shpenzo ditët në vaj, e mos i shpërdor netët në të qamurit. Andaj, mos e ndaj gëzimin tënd me dhimbjen tënde, lëri secilës prej saj të ketë një vend në jetën tënde, sepse Allahu nuk i don ata që e teprojnë. Mos u mërzit. Ti e ke duan. Ti mund t'i përulësh Zotit dhe ta i lëvdojsh ata i cili meriton lëvdatën dhe bje në sejdë atëherë kur qielli është i hapur dhe i afrohet dynjas në pjesën e tretë të natës dhe bën dua e mos u mërzit. E pse të mërzitesh ti ende ke ujë të pastër të pish? Ti ende thith ajër të pastër dhe ti ende shkel me këmbën tua në tokë dhe fle i sigurt, që shumë njerëz nuk flenë të sigurt. Mos u mërzit. Dhe ti je rob i Zotit dhe je gabimtar. I kërkon falje atij i cili është i gjithfuqishëm. Mos u mërzit. Dhe kur ta ngritish kokën lart, mos thuaj o Zot kam një dhimbje, po thuaj o i dhimbje kam një Zot. E kuptove pse të them mos u mërzit. Allahu e hek mërzit.